Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, aku po takohemi sërish në kanalin Monitor TV. Në fakt sot shumë dinamik, shumë ngjarje, shumë komentime. Kemi gjithandej, mos të harrojmë edhe një herë Eurosongun, por dua të ndaloj pak te Pardon My French. Ka qenë sot i ftuar Stresi, i cili ka folur për herë të parë me takimin me Gjestin, për takimin me Gjestin, normalisht ka treguar edhe për fushatën që bëri me PD-n, por më shumë ka qenë i pozicionuar tek takimi me Gjestin. I ftuar në emisionin Pardon My French në Top Albania Radio ka qenë i ftuar artisti i njohur Stresi. Ai ka zbuluar më shumë detaje nga jeta e tij, karriera ndër vite, projektet e reja që pritet të vinë së shpejti dhe sigurisht që ekskluzivisht është ndalur dhe ka sqaruar gjithçka rreth raportit që ka sot me Casey-n. Kur u pyet në lidhje me fituesin e Big Brother VIP Albania të edicionit të 4, Gjestin dhe arsyen se pse e mbështeti aq shumë në rrugtimin e tij, Stresi u shprese: "Unë e quaj që ju bë një padrejtësi. Prej momentit të parë kam thënë që ky është fituesi. Momentin që doli nga Big Brother Kosova dhe u fut tek Big Brother Albania, kam thënë që është fituesi pa diskutueshëm. Kam arritur ta mendoj, po të mos kisha marrë vetë pjesë në Big Brother, nuk do t'isha përfshirë. E kam njohur shumë pak, kam njohur të gjithë rrethin e tij." Kur Arbri e pyeti nëse e ka falenderuar Gjesti atë për suportin tani pas përfundimit të eksperiencës edhe pas saj, Stresi tha: "Po më ka thirrur në telefon dhe jemi takuar dhe ai është habitur që unë kam bërë kaq shumë për të. Kur e ke provuar vet, nuk të ri shpirti pa postuar sepse e di si është situata, është nga eksperiencat më të vështira. Do ta kishe provuar Stresi thot në Big Brother VIP Albania edhe një herë, po pas shumë vitesh po." Do të thënë Stresi e ka lënë të kuptojë që mund të jetë një ndër Big Brotherit e VIP 5-s në Shqipëri, nuk i dihet, do me thënë e ka lënë të kuptohet, por edhe ka treguar që Gjesti e ka falenderuar dhe i ka dhënë shumë suport marrëdhënies me Stresin dhe kanë krijuar një shoqëri. Do me thënë Stresi vazhdon të jetë shumë i lumtur që ka mbështetur Gjestin.